është qëndrimi i PDK-s sot? Qëndrimi i PDK-s është qëndrimi i njëjtë që kemi pas prej ditës parë, sepse siç u kam thënë dhe herën e kaluar, nuk ka ndryshuar rrethonat as konteksti në mënyrë që të ndryshon qëndrimi apo vendimi ynë, por ajo që dëshiroj t'ju them shumë qartë edhe sot, ashtu siç kemi thënë gjatë gjithë këtyre ditëve, ne jemi këtu për t'i konstituu kuvendin dhe për t'i dhënë pastaj drejtim konstituimit të organeve dhe të institucioneve tjera, siç ka ndalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Andaj sot i ftojmë të gjithë deputetët që të jenë në sallë për të votuar. I ftoj edhe kryesuesin e seancës që mos të bie në ndikimin e veprimeve apo manipulimeve partijake, por ta luaj rolin e tij si i parin mesin e të barabartëve, ashtu siç ja jep këtë rol rregullorja e kuvendit, por edhe legislacionin fuqi dhe ta hedhën në votim raportin i cili nuk i ka marrë votat herën e kaluar, sepse kështu ka qenë edhe skenari edhe në vazhdimin e kaluar dhe besoj që do të jetë edhe sot. Përsëri kryesuesi e ka ftuar një konsult jashtë kompetencave të tij, siç e ftoi edhe ditën para 2 ditësh, por megjithatë ne pikërisht për treguar që jemi të interesuar me hecë përpara dhe në asnjë mënyrë me pas vazhdim blokadës që po mundsohet dhe po bëhet e mundur nga ana e partisë që ka dalë para, jemi në këto momente në takim konsultativ dhe po shpresojmë që në ora 12 hidhet në votim dhe të ecim tutje. A do të ndryshojë raporti? Është çështje e komisionit për diskutuar. Nuk besoj që mund ta jap një vlerësim të tillë cili do prej deputetëve që s'është antar i komisionit. A mundet presidenti Avjosa Osmani ta rregullojë situatën? A do ta votoni nëse janë prapë në kuvend? Po vetë sa e thash sa i përket qëndrimit është i njëjti. Po, a mundem, sipas jush, a mundet presidenti Avjosa Osmani me rregullu situatën? Në litrën e fundit që ka publikuar njëjta thotë që është e gatshme ty ta juve si lider politik edhe me Po besoj që s'ka nevojë me ardh deri te ajo. Kjo është vetëm komplikim i panevojshëm, është bllokadë e panevojshme, është vazhdimësi e mentalitetit të imponues dhe arbitrar, për cilin s'ka nevojë sot as kuvendi as qytetarët. Krejt që duhet me bënë emi deputet zgjedhur, qytetarët na kanë zgjedh, janë 120 të cilët duhet mbledhen këtu sot në sallë, në këto momente, pas gjysmë ore dhe ta votojnë raportin, nëse ka vullnet për të shkuar tutje. A është pozita më e bashkuar se në seancën e kaluar? A keni diskutuar edhe me partitë e tjera me AKN? Qëndrimet tona e keni pa, janë kanë qenë të njëjta sepse realiteti është i njëjtë dhe unë besoj që tashmë secili e ka të qartë, pavarësisht qëndrimit që është shpreh, që nuk është kushtetuese, nuk është ligjore me pas pozicion ekzekutiv edhe legislativ në njëjtën kohë. Pra nuk e lejon kushtetuta me qenë edhe ministër ta zëm edhe deputet në njëjtën kohë. Kjo është evidente. Pastaj tjerat janë çështje të interpretimeve që po shkaktojnë vetëm një konfuzion ose një mregullnajt panevojshme. Ne jemi sot këtu përsëri, për herën e tretë, si deputet Partisë Demokratike të Kosovës, për ta konstituu kuvendin, për ta mundësu ecjen tutje në afatet kushtetuese për themelin e qeverisë. Një koalicion. Zonja Haxhiu po thotë që tashmë jemi krejt të dorëhequr. Hapa pas hapave. Krejt jemi të dorëhequr dhe nuk ka asnjë pengesë. Nuk më merr mendja që i takon me dhonë interpretime dikush që ka qenë përgjegjëse për me shkruaj ligjin për qeverinë, që është ligj banal, ligj i shkruar keq, ligj që ka komplikuar situatën këty në vet. Pra, nuk mundemi me marr këshilla juridike për atyre që lidhen me këtë punë. Faleminderit.